Kreu i PD Sali Berisha akuzoi sot se policia me spakun i hapën rrugën arratisje servis Doçit, të njohur si visi i Pojës, që e kërkonte pas hekurave antimafia italiane. Drejtori i policisë së shtetit Ilir Matriksi e di çfarë i tha një prokuror italian dje në korridor Ilir Matriksit, ai shoku jot iku për Elvis Doçin, e dinte që janë miq të ngushtë me Prodën, tha Berisha. Kush i njoftoi Elvis Doçin dhe të tjerët, të janë të gjithë bashkë. Edhe ato shishe 36.000 euro, me kë i pinte Rama, me kë i hapte. Këtu bota e krimit ka kreun e organizatës, dhe ai është Edi Rama. I them atyre lakenjve, mercenar të fjalës së lirë dhe moralit njerëzor, faqezin që dalin mbushin xhepin nga një studio në një studio për të mbrojtur farsën e zgjedhjeve, se ky është tur për çdo vend, për çdo komb, tha Berisha. Sali Berisha akuzoi edhe kreun e prokurorisë së posaçme Altin Dumani se vonoi për qëllime elektorale operacionin Ura që goditi një grup të fuqishëm kriminal shqiptar. Ai u shpreh se Dumani e ka mashtruar antimafian italiane. Çfarë mendoni ju, se antimafia italiane e ka bërë për qëllime elektorale vonimin? Jo, ja ka vonuar Dumani për qëllime elektorale antimafias italiane. Ka mashtruar antimafian italiane si ordiner, se kemi operacion tani, se na prish punë tani. Dhe poja çau ferrën. Kush e njoftoi Elvis Doçin dhe të tjerët? Kush i njoftoi? Ktu janë të gjithë bashkë, tha Berisha. Sa i përket operacionit në fjalë, Berisha vlerësoi vetëm punën e antimafias italiane, po mos që për antimafian italiane Elvis Poja dhe gjithë ajo kompani do ishin duke pirë verë me Edi Ramën, tha Berisha. Kujtojmë se një ditë më parë, Berisha theksoi se eksponentët kryesor të kërkuar nga ky operacion ndërkombëtar u njoftuan dhe ikën. Nga operacioni Ura, i zhvilluar mes Shqipërisë dhe Italisë, u lëshuan 52 urdhër arreste, po ashtu antimafia italiane dhe SPAK kanë zbuluar trafikimin e 1.800 kg kokainë dhe dërgesat e parave mes grupeve kriminale rreth 5 milionë euro. Në pranga nga aksioni u arrestuan edhe 2 policë dhe një avokat në Shqipëri.